Shikoni pak çfarë kam vënë në kokë. Jam në mundin tim më countryside, kështu proud fshatare totalisht, sepse do të bëjmë unboxing më të madh për kopshtin. O Gjik, nuk i shoh. Na ka ikë pulat njerëz, nuk po gjejmë pulat. Kemi hap që dalin, po nuk po shikoj. Thash se i humba, por ndërkohë janë këtu, jam shihur këtu. Mirë pra njerëz, do ta nisim kështu këtë videon me blerjet më të bukura ever që kemi bërë për kopshtin ton. Hajde në t'ju e tregoj. Realisht kjo shumë spontane kjo hapja kështu, sepse dola jashtë të bëja unboxing të gjërave, edhe nuk po shikoja pulat. I kam kërkuar gjithandej dhe Gjiku ishte super i qetë, thonë jo nuk ka nikse. Një herë na ka nik te komshiu, po ka dalë te rruga kryesore. Nëse ishte një intro kështu shumë spontane, dhe tani të shkoj t'ju tregoj gjërat më të bukura. Është super mega haul. Për ju që nuk e dini, Temu është një platformë blerjesh online dhe ka një raport cilësi kualitet super. Unë kam blerë edhe gjëra të tjera për shtëpinë tek Temu, përveç se veshje e gjëra të tjera si gjithmonë, por edhe për shtëpinë kam mbetur shumë e kënaqur. Kemi bërë rinovime pafund fal Temus, prandaj ju sugjeroj që të shikoni dhe ky është një haul realisht gati 1000 euro, prandaj qëndroni të sintonizuar. Jam mes pakove dhe besoj që në historinë e Temu Haul për Gjardini, ky do të jetë hauli më i madh. Është një haul super gjigant me gjëra super të mëdha. Kemi ser, kemi nga ato që vendosen poshtë, mbushem edhe për të mbjell pemë, për ju që keni kopës, baçe, por edhe për ju që keni një balkon, doni të mbjellni bimë. Nuk e di realisht se çka kam tjetër këtu. Çfarë është kjo? Nuk e di. Te kryra shtëpisë tonë mungon një kështu që e mbulon për të mos rënë shiu, edhe sa herë që bie shi, dhe këtu ju e dini sa shpejt që bie shi, dhe ne do hapim derën aty me zor me Chelsea sikur bëhet për Kastile, nuk ka një mbulesë, edhe vonohesh edhe gjithmonë lagemi aty, prandaj kemi marrë një mbulesë. Do ta montoj Gjiku normalisht sepse unë jam pak duar tha se kjo pjesë, se normalisht duhet një çik fuqi e madhe. Çfarë është kjo? Po, kjo është diçka për të bërë zjarr, është diçka që ne bëjmë zakonisht, përveç zjarreve që bën Gjiku gjithmonë kur ndes aty për të djeg drut. Tani shikoni gjithë ajo pjesë aty ka qenë plot me pemë. Tani kemi hequr gjitha dhe aty kemi qef që të bëjmë darkave, të ndesim ku të ngrohet edhe pak koha, të bëjmë pak zjarr, të pjekim marshmallows dhe gjëra të tipi dhe kjo u donte se s'bën. Pastaj, nuk e di se çka kam tjetër, do e kam harru, po do t'i shohim bashkë dhe do t'i montojmë bashkë dhe ju do shikoni pak transformimin dhe kështu do të nisim edhe të bëjmë baçen tonë, sepse kemi prit këto produkte për të nisur tamam baçen. Kemi marrë shumë bimë, domate, speca, sot kam bler edhe si quhet tani ky në shqip? Karçof argjinar, po. Kam marrë edhe bimë të tjera, po që duam që t'i mbjellim, disa tek sera që kemi marrë, edhe disa tek këto që janë kështu të ngritura, nuk ja di emrin tamam. Aiuol e quhem duket në italisht, as italisht, nuk i di në asnjë lloj gjuhe, por që mushen me vejë dhe aty vendosen bimët. Nuk e di çfarë tjetër, do t'i shikojmë të gjitha së bashku, prandaj i shikoni se përveç të një unboxing do të jetë edhe nisja e baçes tonë, transformimit edhe kësaj jetës tonë kështu shati, slow living edhe të gjitha këto që unë kam qef edhe shpresoj që keni dhe ju qef të shikoni. Here we go, let nisim nga puna. Na erdhën për forcime. Tani e gjithë familja ka dalë jashtë për montim. Unë kisha vetëm fjalë njerëz, tani fillon puna realisht. Me këtë zotrin këtu. Let's begin. Gjiku dhe shapkat e tia, gjithmonë nga Temu i kemi marrë njerëz që kështu është vazhdon me publicitetin edhe të shapkat. Jo Solia se shlas poshtë. E inauguruam. Po, thajeja, po. Atëherë, përveç se për të zjarr, mu ta provoni për t'i bërë shëtitje fëmijës. Juhu, tani është gati. Leila kishte shumë qejf që ta kishte këtë. Do na bjeri mrapsht Solia. Leila, nuk është për të ulë moj mami. Qefi Leila.
edhe vjen me këto të dyja. Edhe me zor po presim që ta provojmë, sa të ngrohet pak koha, do ta bëjmë pa tjetër. Tani radhën e ka ajo që mbledh ujin që ju shpjegova. Edhe vjen kështu. E ka dhe zorën, shikon që e ka dhe një zorë. Si ishim në dyshim që se e ka apo jo. Ashtu? Na e komento pak si produkt o Gjik, se unë nuk është e marrë vesh, se këtu produkt e ka zjedh Gjiku. është me zinxhir që mos hyn pa pastërti, normalisht. Lena me vajëtar, farë në kaza. Këto shkopit futen këtu. Kemi dhe ndim se tjetër që është Lela. Ja, kështu duket nga brenda. E ky merr goxha ujë. Kjo është për që duhet nga poshtë. Ma në pompës. Ce la possiamo fare? Ja gjeta ma, në shpegoj pak si ke vendosë, se qenë ka qikë kështu si... Nëse vështirë, po do të thjesht i gjesh anën. Dhe tani është pothuajse komplet. Ka mbyll Gjiku, edhe është gati për t'u përdorë. Jemi pas disa ditësh njerëz, ka rënë shi, edhe shikoni si e kemi mbledh ujin që do të na duhet normalisht për bimët tona. E ka bërë funksionin e vet, perfekt. Dhe tani radhën e ka montimi i kësaj gjës që vehet te hyrja që ju thash që mos të lagi shiu, për të mbrojtë nga shiu. E kam fjalën për këtë gjën këtu, nuk e di nëse kuptohet. Si një stre, po mund ta quajmë stre që mbron nga dielli, nga shiu. Opa. Vin të mbështjella me këtë mbulesën kështu. Me të dy anët besoj. Me të dy anët për mbrojtje. Se duken kështu si të bardha, por në të vërtetë janë ky material kështu si transparent. Duket si xham, por në të vërtetë është plastik. Pjesa më vështirë e montimit në fakt është të mbash së lejen. Iku? Po. Një po e montojmë. Është një punë për dy, me thënë drejtën, është më kollaj për të montuar me dy veta. Ja si duket, dhe kjo vjen me 3 të tilla. Tani jemi tek montimi i së dytës. Këtu duket hyrja jonë, siç po ju shpjegoja, nuk e ka këtë pjesën këtu dhe gjithmonë kur futemi, lagemi kur bie shi, sepse sa të hapësh derën edhe vonohemi pak, që kështu na udonte se s'bën kjo gjëja këtu dhe tani do ta montojmë, ta shikoni rezultatin final. Nuk është gjëra më e lehtë për të montuar, po që Gjiku po bën vetëm, domethënë nuk është edhe më e vështira, është e lehtë si pesh, edhe montohet goxha kollaj. Unë jam këtu për t'i dhënë materialet. Edhe ja, ky është rezultati final. Shikoni tani kur më vin pakot mund të rrin aty brenda dhe nuk lagen. Ky ishte qëllimi gjithashtu. Kemi çizmet e Lelës edhe gjithë pluri që ka bërë Gjiku për të pastruar. Nëse, temë tjetër kjo. Dhe tani do hapim këto që janë për të mbjell bimët. Mo. Hop. Po, wow. Atëherë përpara do montohen këto të treja, këto copëzat e vogla, edhe pastaj vjen njëra sipër tjetrës. Dhe montuar komplet duket kështu.
ka këto ndarjet. Dhe normalisht duhet të mbushur me dhe. Nuk e ka fundin të zënë. Të gjitha kështu janë ato që kam parë unë, kudo. Kjo është gjë e mirë sepse është direkt me tokën dhe kur ta mbushin do t'ja tregojmë pa diskutim. Tani është momenti që po i mbushim këto. Do t'i vëmë kartone poshtë. Ha mami. Edhe pastaj do t'i mbushim. I ke hedhë dru tjera poshtë i qik? Jo. Ka nga që ka pas këtu poshtë. Okej. Ke vë kartone që mos ndalet të poshtë. Ja të gjitha që po i përdorim tani. Këtu mbollën edhe disa bim. Si që shikoni, kë është një mega unboxing haul nga Temu. Dhe të gjitha këto gjërat kam kushtuar pothuajse 1.000 euro. Prandaj është gjigant dhe kam edhe një kategori tjetër produktesh që është me gjëra për neve. Do ta nisim gjithmonë të lidhura me kopshti, me kopshtarin, por edhe për ne. Këto çizmet janë për Glikun. I provoj, nuk na u prit që t'i hapnim, i provoj edhe i rrinin shumë mirë. Ama qëndroni të sintonizuar se kam diçka shumë fani për të treguar, do shkreni se qeshuri. Po prisni, do t'va tregoj dhe atë. Imi shkër duke qeshur kur e blem, po që, ja, do t'va tregoj ndonjë budallik, t'ju bëj dhe juve të qeshim. Çizmet janë shumë, për punën që bëjnë, domethënë për në kopsht janë shumë të forta, çizme elastiku që duhen për kopshtin, janë një must, po këto janë për mu. Në fakt, goca gjithmonë i kam desh një palë çizme si këto, jo vetëm për kopshtarin, po që me këtë stilin countryside, këto shkojnë shumë, janë kështu si kamosh. I provova, rrinin shumë mirë, më vinte fix, unë kam marrë numrin 39 është numrim, 39 të mora, edhe më pëlqyen shumë. Normalisht kam edhe tjetra, nuk kam vetëm një, po thjesht që duhet ta gjej. Atëherë, e kam fut këtu. Ops. Edhe ja, duken kështu, të dyja. Edhe me zor po pres të bëj atë outfitting kështu countryside, me një fustan apo fund të bardh. Kam menduar që t'ja blej dhe gocave çizmet kështu dhe të bëjmë një si tip seti fotografik kështu me këtë stilin countryside. Janë këto me çizme cowboy. Janë shumë të bukura. Jo vetëm për këtë punën kështu, edhe do t'i visha edhe në raste të tjera, më pëlqejnë super shumë. Çfarë kemi këtu tjetër? Aha. Mund t'ju nevojitet edhe juve që keni lule, bim, ku e di unë, dhe nëse ju bie të largoni për disa ditë dhe nuk keni kushtuar uji si lulet, këto janë një opsion shumë i mirë dhe janë nga këto si tip gotash që mbushen me ujë edhe i vendos tek lulet, edhe atëherë kjo i ujit vet avash avash e thithin ato vet ujë. Edhe i shkon lagështia sipas asaj që ka nevojë. I mora kështu roz, kanë këtë formën e lules, më duken super cute. Edhe vendosen kështu, me që kemi lulen këtu, vendosen direkt tek lulja, edhe ujit ajo sipas nevojës së lules. Ja kështu. Pastaj, tjetër gjë. Nuk di të, okej, të tregoj këtë apo të tjera, do t'ja lë në fund atë gjën cute. Atëherë, një gjë tjetër që kemi marrë janë këto që vendosen tek pulat për t'i dhënë ushimin pulave. Jo, këto janë për ujë, më duket, për t'i dhënë ujë pulave. Tani nuk e di tamam si bëhet, po që wait a moment. Në një farë mënyre do të na i montoj xhigu edhe këto. Janë, më duket se janë disa, nuk janë vetëm një, janë disa që mbushen këto dhe jep ujë pulave. Tuk tuk tuk. Si u bën te kjo tani? Nuk e di as vet. Po jo, ja, kanë ardhur të ndryshme. Kështu. Edhe i shkon ujë pulave avash avash. Edhe këto pinë te këto pjesa këtu. Do t'ja tregoj kur t'i montoj tamam.
Ja edhe pjesa tjetër e montimit, nuk bëj kopë sigur i di, sepse nuk i di tamam si montohen, kur ti montoj tamam do t'ja tregoj, po që janë për pulat. Çdo mëngjes Lela shkon edhe merr mbledh vezët e pulat. Pulat e tona janë, ne kemi 4 pula siç e dini, edhe bëjnë këto vezët. Edhe shkon i mbledh Lela, e ka kështu si detyrë të përditshme. Edhe thash pse jo, ti fusim te kjo, sepse është goxha komode që ti mbaj. Se gjithmonë jam me hall se i ran tani, i ran pastaj, mos më fusin në xhep që të më shtypi më mirë me këtë. Edhe tani. Gjëja fani që do të tregoja janë këto. A ju shkon mendja se çfarë janë këto? Do t'ju lej foto se çfarë janë këto. Këto janë kokore për pulat e tona. Për kur bie shi, që mos të na lagen. Kemi këtu 6 copë në fakt, duhet të shtojmë pulat se kemi shumë kokore. Edhe shikoni kanë këto. Kjo është si panda. Kjo tjetra është me yllin, më serioze. Kemi këtë kështu si, nuk e di çfarë është kjo. Mace që nuk e di. Kur i pash këtu thash ok, duhet ja blejmë pulave tona, edhe tani unë i more dhe më tha Gjiku, mirë, i more, shko tani vendosja, po ku kam unë kurajo që t'i kap pulat, edhe i them Lejlës që mami kape pulën, do t'i vejmë kokoret, edhe të shikoni në fund të kësaj videos, ndoshta do t'ju tregoj se si rrin kokoret. Vjetë qesh tani si budallaqe, si rrin kokoret pulave të tona. Edhe kështu, kjo ishte blera më rëndësishme në fakt, sepse pulat i kemi zonja pula edhe meriton që trajtohen mirë. Duke qenë se këtu bie shumë shi, tam okay, do t'i blejmë nga një kokore që mos të na lagen nga shiu. Edhe kështu, tani neve kemi akoma për të montuar serën ton. Nuk e di se kur do ta montojmë, thash kjo video nuk është e gjitha në një ditë, si ishte e pamundur ta bëj të gjitha në një ditë. Do ta bëjmë me copës, sa herë të kemi mundësi do të montojmë ndonjë gjë dhe do t'i bashkojmë këtu tek video. Në këtë pikë të videos dua t'ju kujtoj që me kodin tim KJM 9973 keni kuponi me 100 euro që mund ta përfitoni duke u futur tek linku që të gjeni poshtë tek video, pra jo të hyni direkt te temu, po duke kaluar nga linku im dhe i dalin direkt edhe produkte që kam marrë unë dhe aty i gjeni edhe ju del edhe kuponi i uljeve 100 euro. Ne po vazhdojmë nga puna, shpresojmë ta mbaj koha kështu që të mund të montojmë edhe serën. Sot e ka rallën që të montohet sera. Sera vjen me këtë pakun e kartonit që shikoni këtu, me këto hekurat dhe plasmas. Atëherë plani është ta vendosim këtu ku është vendi pulave, sepse në të vërtetë kemi edhe një tjetër këtu, edhe pulat do kishim në plan ne që t'i spostonim, që kështu kjo është perfekt, pasi është kjo pema këtu, edhe baçë nuk bëjmë dot, nga që na bien gjithë këto si tipa arrash që ka, nuk ishte e mundur që të bëje baçë këtu. Okej, për momenti thash, "Ua, sa e ulët", por jo, nuk kam mbaru. Është thjesht faza e ndërtimit edhe ta shikojmë se si do shkoj. Kemi gjetë ditë në fakt super të nxehtë sot për ta montuar, po që s'ka problem. Më mirë kështu se sa në shi. Edhe ne nuk na gjendet. Këti burrit tim duhet t'i bëjmë një tort, një gjë, një kështu për falënderim për gjithë punën që ka bërë, se realisht i ka bërë gjitha Gjiku. Një falënderim special. Një falënderim special. Për gjithë këtë mundim. Shikoni, shikoni, shikoni. Dhe kjo është madhësia, atje duket Gjiku. Pra, rri njeriu pa frikë në këmbë. Këtu te dera ka këtë zinxhirin. Ka si tip dritare shprej rosje, a Gjiku? Hapen këto? Mund t'i hapësh pak që t'i shikojmë? Ja, kështu është të rjetë normalisht, që mos t'y gjë brënda. Po që t'ket ai rosje. Edhe rri njeriu pa frikë në këmbë.
Po njeriu kur i kujdes për bimët thot Gjiku, po kur kujdeset njeriu për bimët, rri në këmbë, rri për kulme kur i zinol. Është fantastike, është thjesht fantastike. Tani na duhet vetëm punë njerëz, vetëm punë dhe ta bëjmë siç duhet. Sa bukur. Nizet çik dritën Solini. Okej. Tani po bëjmë një makeover të kësaj zonës këtu. Po i vëmë nga këto pllakat. Janë këmbët e mia. Që po të japim pak pamje tjetër. Këtë janë një zgjidhje shumë e mirë, vendosen realisht shumë kollaj. Që t'ua tregoj edhe pak më mirë. Këtu është fakti kur i kemi prerë, rriten shumë kollaj, që ju t'i adaptoni me vendin ku duhet i vini. Edhe po, doja t'ju thoja që shikoni si e kanë këtë pjesë që i kullon edhe ujë, në qoftë se ju do t'i vendosni në ambiente që nuk janë të mbuluara, sepse i kullon ujë totalisht, edhe nuk qëndrojnë të lagura. Tani unë jam jashtë që të bëj provën. Kur i hedh ujë, ta shikoni që ujë do të kulloj. Edhe mjafton një fshirë normale e lehtë dhe pastrohen shumë kollaj. Shikojeni. Jam me një dorë. Mendojeni që unë jam me një dorë, edhe as nuk po ushtroj as një lloj presioni. Thjesht kështu, edhe kjo u tha. Atëherë ne thash vendosim që t'i vendosim këto pllakat, por mund t'i vendosni edhe në ambientet të terracës, sepse këto nuk ka problem nëse i bie ujë sipër, sepse rrëshket ujë. Edhe për ne ishte një zgjidhje e mirë për këtë zonën këtu, se donim që ta rinovonim shkallën, edhe prandaj vendosim që t'i vinim këtu, por që ju ta dini nëse keni ambiente edhe jashtë si terracë, balkon, këto janë perfekte, vendosen shumë kollaj. Edhe janë një zgjidhje shumë e mirë, edhe normalisht nuk është se ka një kostë shumë të lartë. Një produkt tjetër që kemi marrë është ky, që quhet Weather Station, praktikisht është një stacion meteorologjik ku ti ke të gjithë parashikimet e motit dhe e ke aty edhe diku në një vend që shikon kollaj dhe nuk ke nevojë të nxjerrësh telefonin 100 herë për të parë parashikimin e motit. Edhe sidomos ne këtu në Gjermani, na duhet kjo sepse moti ndryshon 100 herë në ditë. Edhe tham pse jo ta marrim dhe ta vendosim diku këtu në shtëpi. Tani do ta hapim. Normalisht vjen me manualin që i ka të gjitha të shpjeguara shumë qartë. Dhe me pajisjet që është kabulli për rikarikim. Tu tregon të gjitha sensorët, të gjithë pjesës e si ta montoni etj. Këto janë gjitha pjesët që duhen për instalimin. Normalisht ka monitorin, ka këto sensorët e vet, ka këto që karikohet, por është edhe në mënyrë që të lidhet edhe me, është bërë në mënyrë që të lidhet edhe me Wi-Fi. Edhe këtu, po, si zakonisht e dini ju do ta montoj Gjiku, unë thjesht e tregoj, ai ka anën tjetër praktike dhe unë rri si zonjë Ron dhe thjesht e shijoj, hello edhe këtu, e shijoj pastaj përfundimin dhe punën që bën. Mbulu pak mirëmanga se kemi disa ditë që kemi vendos këtu. Ky është një stacion meteorologjik, edhe parashikon normalisht motin, ka një monitor që lidhet me Wi-Fi. Edhe parashikon përveç motin që po thoja, okay, diell, shi, është edhe për lagështirën, është edhe për fazat e hënës. Nuk do të zgjatem shumë mbi këtë sepse kam bërë një reel totalisht për këtë. Mendoj që do ta kem vendosur edhe tek shortset këtu në YouTube, që kështu shkoni e shikoni, po është një ide shumë e mirë, mendova unë edhe për dhuratë, për dikë që hyn në shtëpi të re për shembull, sepse është një si tip monitor ku i tregon të gjitha tani me temperaturë po thoja, me erën, parashikimin e motit, humiditetin, presionin e ajrit, ç'a nuk ka domethënë, sa që nuk i mbaj mend, po që është shumë cute për ta patur, edhe është lehtësisht i instalueshëm. Gjithashtu disa ditë më vonë, këtu janë dhe pulat, pasi ka rënë një temporal që ju thash që ka rënë shi, ka rënë një stuhi,
edhe kishim shumë frikë për serën, thamë o bobo do të na fluturoj, por jo, ka rezistu super mirë, edhe kjo është fantastike, se e kishim realisht me merak, po që bravo sera, ka qëndru ashtu si që duhet, se realisht që një sui shumë e madhe. Këto vazhdojnë që ndrojnë këtu dhe pullat tona po i pëlqejnë shumë. Njërën e kemi varë, ndërsa të tjerat i kemi lënë këtu. Pas shumë ditë lodhje dhe pune me ndërtime, rindërtime, si që pat, i erdhi fundi kësaj videos, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, shpresoj që t'keni parë produkte që mund t'ju hynë në punë, mos harroni të vendosni një like, për këtë mundin e madh si shpërblim, gjithmonë nëse keni dëshirë, se unë bëj shaka, edhe mos harroni të përdorni kodin që është ky këtu, po ju a leve një herë këtu nëse do të porosisin, sepse merrni goxha ulje, edhe linkun edhe të gjitha produktet, kodin e keni poshtë në description box. Faleminderit edhe një herë që e pat këtë video dhe shihemi në videot e tjera. Paqim!